Amore mio, dolce. E pam brëm në Prime që nuk ka asë një loj kimia, asë një loj dashuria, asë një loj tentative për të bërë një loj romance, janë të treguar të dy që janë lojtar të dobët dhe gjithse cilje ma të inatin e vetë treguan brëm që nuk janë, le të themi, për ato loj dhe nuk din të krijojnë situata, por kanë ardhur aty, njëri për të pasur një imazh më të mirë e tjetra për të bërë një figurë publike, por sidoqoftë qëndrimet që ato mbajtën treguan që kanë gjithçka fasad edhe Dolce me rikthimin e saj në shtëpinë e Big Brother Kosova VIP 4 që ka ardhur si një queen, si një mbretëresh që do që t'i bëjnë masazhe, t'i mbushin atë vaskën me petale, me shampanjë, të bëj atë dushin me bikini në mëngjes, të hiqi brekët, të bëj twerk, të kërcej, të ketë një lloj sensualiteti, një lloj joshje, një lloj flirti, e të lodhe Dolce, të bëj skenare për lojra, për të thash. E ka ardhur aty si pasha, po e mbaj si queen, edhe do të marrë atë famën dhe atë vëmendje për të bërë ato reklamat që do të bëjnë në Instagram. Sa kaq, për të ndalur tek një pikë tjetër që lidhet sigurisht me këtë, është edhe loja që po bëjnë familjarët e Edit me hiq Dolce nga Instagrami, shto Dolce nga Instagrami, reago përgjigju, ndërkohë që këto gjëra janë shumë kot pa lidhje, pa hajde më na ka rënë të komentojmë këto banor dhe do e bëjmë. Sa kaq, një situatë që po shikoj tani përpara se dilja që të bëja këtë video, është një reng që i ka bërë Alba që për çudi në Prime nuk foli asnjë fjalë, por vepron me provokime që bën në ato shtëpi që në fund ditës duhen provokime, o zotri, o vlla, o motra, që ty them unë juve që po na ndiqni kush jeni. Se pa provokime nuk ka as situata, nuk i shikon as banorët se si reagojnë, dalin nga i keqja, si menaxhojnë situatat. Dhe ai që ka reaguar më keq nga provokimi që bëri Alba që fsheu Lugo dhe pironjtë e shtëpisë, është Arditi që nuk e di, një harbim, një lloj sikur me cikël çdo moment që i shikoj në video, shpërthime, ngritje zëri, një drama queen i jashtëzakonshëm, nga ana tjetër toni nga një njeri i qetë, nuk e di, hodhi gjëra, përplasi gjëra, e preku as e preku Albën, pastaj u merakoz duke thënë që dola nga e keqja, unë këtë toni nuk e kam nxjerrë as jashtë, kjo është hera tretë që unë dal nga vetja gjatë gjithë jetësim me, por sidoqoftë nominimi dhe dalja i pa preferuar nga publiku ka dhënë atë goditjen e vet dhe nuk din se si të veproj, pasi sigurisht frikën e ka që mund të dalë edhe nga shtëpia të premte, ndërkohë që është ai, edhe pse i thot Albës ti vjen era, nuk e di, i tha fjalën e fundit e ti vjen ashtu e vjen kështu, ndërkohë që Toni çaloj po bën, puthu me Benitën, puthu me Bian, kapo antej, kapo këtej, babai i dy fëmijëve, nuk është se po bën ndonjë lojë të ndritur, themi të vërtetën. Por nga ana tjetër, më pëlqen që Alba provokon, por kur ja bëjnë Albës, se ky është gabimi që bëjnë ata, që ja bëjnë në mënyrë kolektive dhe ajo veprimin që bën dhe provokimin që bën, e bën në mënyrë provokive, pra duke i marrë sende të konsumit që janë për të gjithë. Sa kaq ish edhe për këtë pjesë, të kalojmë tek pjesa, do të shkoj prap tek Dolce dhe tek Edi, se më bëri përshtypje në debatin që kishte Fjolla me Edi në ditëlindjen e Dolces, kur u pyet mbrëm nga Jonida, më duket se si e komenton këtë situatë, kush është ai që ka bëj dhe kush duhet kishte frena më shumë në këtë që ndodhi. Dolce tha që Edi pra e lëshoi amorin e saj e don, dhe le të themi mbrojtjen në një farë mënyrë Fjollën se mund t'ja ndjej atë rrezikun që mund ta nxjerrë Dolcen duke bërtitur, duke agravuar, ndoshta duke edhe Dolce kështu. Sa kaq, ajo që po përflitet në rrjet se kush mund dalë të premten, edhe pse janë disa ditë derisa të shkojmë të premten, është për kushtrimin se pas ka data të caktuara të eventeve, të festave, dhe do të këndoj, pra ka pasur kontrat një mujore. Por do të shkoj tek reagimi që ka bërë familja kushtrimit në Instagram, duke thënë që po qarkullojnë lajme të rreme se kushtrimi pas ka kontrat vetëm një mujore në Big Brother dhe se largohet këto të premte. Këto disinformime kanë shqetësuar fancat, të cilët kanë vërshuar me mesazhe drejt profilit të tij. Ju ftojmë të injoroni këto lajme të pavërteta dhe të vazhdoni furishëm mbështetjen me kushtrimin deri në finale, dhe ky postim ka marrë vetëm 3 komente. Gjithsesi, kalojmë edhe tek ngjarjet e tjera në të shtëpi që sigurisht vlen për tu përmendur dhe për tu
cituar, sa kaq e preferuar publikut e Eliona, mirë kuptueshme edhe pse për disa ajo mund të jetë një lloj tinxare, por është tinxare me klas, tinxare mençur, tinxare ftohtë, tinxare me logjik në atë lojë dhe nuk bën si këta të tjerët që nxehen e skuqen e bëhen e tërbohen e pse ma bëre këtë, pse ma bëre atë, Arditi kërcënon, Toni hedh, ma daj. Ku po shkoni, o çuna, o burra, ku po shkoni, mos e po lini nam, po bëjeni më keq se gratë e këqija, që për një situatë po eskaloni dhe po shfantazojni në ato që prezantoni në sytë e publikut. Kjo është shtëpia Big Brotherit me këto situata paksa të para, paksa të zakonshme dhe asgjë e jashtëzakonshme deri në këto momente nuk po ndodh në ato shtëpi edhe jashtëzakonshme do të ishte sigurisht lidhja që mund të bëj lëndrimi me Klodin, por deri më tani vetëm janë në fazën e ha 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 hi hu hu me njëri tjetrin dhe nuk është se po japin diçka shtesë. Janë po të njëjtët, besoj që edhe publiku pak a shumë e ka kuptuar këtë lloj energjie dhe duhet prodhim për Big Brotherin, jo vetëm në gjume edhe prisni Prime dhe aty prap në gjume dhe prisni ditën tjetër, nuk e di. Të jepet ajo mundësi për të qenë në një format si Big Brother, padyshim që duhet një lloj strategjie, mund ta krijosh aty brenda, mund ta kesh të menduar edhe nga jashtë, por thelbësorja në atë shtëpi është që duhet të jesh në adrenalin, duhet të jesh prodhues dhe duhet të jesh i gjallë dhe i zgjuar. Sa kaq Bia është zgjedhur dhe kapitene në fal sfidës që realizuar me Art Motion, shikojmë se sa lojtare e zgjuar do të jetë për të provokuar ndonjë situatë apo për të ngacmuar ndonjë nga banorët që kanë inat. Tani më polet janë hapur, banorët janë në një lloj rivaliteti me njëri tjetrin, disa janë miq, disa janë në gjumë, disa lëvizin nëpër shtëpi, disa janë harruar që janë ato shtëpi, por sidoqoftë ky është Big Brother me të mirat, me të këqijat, me këto dramat, me situatat minimaliste, me këto love story që kanë shpërthyer në hava, askush nuk po ndjen ndonjë diçka për tjetrin, po thjesht në kuadër të lojës. Pra kemi një zbeje, Dolce na u nda me Edon, Toni me Benito nuk po vazhdojnë më, s'po ka më dashurinë ato lojë, nuk e di se çfarë do bëhet. Keq është situata, por presim edhe zhvillime të reja, shikojmë hyrja re e Ludos, personazhi që ka takuar yjet botëror, shikojmë se çfarë do të sjellë në atë shtëpi, por e thash në emision sot që në atë shtëpi do të ketë një qëndrim për burrit të vërtet që do të mbaj fjalën, të ketë pesh fjala që do të thotë, qoftë edhe në Prime, por qoftë edhe në përditshmëri. Sa kaq këto ishin të gjitha situatat që doja t'jepja një mendim, se duket sikur reagoj edhe në rrjetet sociale, flas edhe këtu, them po të njëjta gjëra dhe dua që të jap detaje dhe të sjell për ju sa më shumë gjëra të reja që nuk i keni parë dhe nuk i keni ndjekur në përditshmërinë Big Brother. Më kryesorja t'i bëni edhe subscribe kanalit ton Koha Jo në YouTube.